Është e mira asaj që e bën njeriu më empatik. Kur tha më empatik, më besu edhe dhimbjen, edhe suksesin, edhe gëzimin, edhe kënaqësinë tjetrit. Në Ramazan kënaqemi kur dëgjojmë diçka mirë për tjerët. Më nxespresum i bën njerëzit ka bëj mirë, do t'ja xhiru shumë je, qysh të kënaqet shpirti ka shë tjetrin të vepru. Pra rritet empatia. Po njëkohësisht është edhe ndjenja e dhimbjes, sepse gjatë njeriu kur të është për vetë xhirushëm dhe ka vështirësi në agjërimin e tij, e kupton se rënd është me gojë varfër. E kupton çfarë përditshmëri kalojnë njerëzit të cilët nuk kanë me çka me ushqy trupin e tyre. Pra na solidarizon me të gjithë njerëzit, po kryesisht qëllimi i bazë i agjërimit është vetja. Pra rikthimi te vetja edhe rimodelimi i sjelljeve të cilat të kanë dëmtuar. Mandje edhe ndjesia e pendimit që e përmenda pak më herët, pendimi njeriu e bën njerëz zakonisht të aftë për mas me pa veten e gabime si ndeshkues, po si mëshirues. Sepse psikologjia pikërisht e thret këto. Na gjatë kohës kur dhojmë psikoterapi me pacientë dhe vinë më shumë vujnë për imagjinatës tyve që i kanë perceptuar ngjarjet e jetës, se sa nga vetë realiteti i ngjarjes që i kanë përjetuar. Edhe janë çaq të ndeshkues, unë s'muj mja fal vetes që shkum gabu. Edhe na e mësojnë sikur këta që na mëson Ramazani, pra e mësojnë që ti mundesh me pa gabimin, po ti s'dush me kon ndeshkues ndaj gabimit tan, se e ka mësuar jeta me kon ndeshkues.